Të dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës. Takimet e bashkimet e shoqatave këtu në mjediset e Kishës së Shënpalit janë bërë tashmë traditë. Të gjithë shoqatat e Malësisë që vinë nga një fshat i caktuar në prag të festave organizojnë edhe grumbullimin e shoqatës dhe mbledhjen e fondeve për veprimtari të ndryshme bamirësie që zhvillon në vendlindje, në ndihmë të individëve, në ndihmë të komunitetit të tyre të vendlindjes, në këtë rast në kohë të Kuqit. Kësa here ata po punojnë dhe për ndërtimin e monumentit të kohës së Kuqit. Veç kësaj kanë kryer mjaft veprimtari ndërtimtare në fusha të ndryshme, por njëkohësisht dhe një shqetësim i madh e gjithë shoqatave nga Malësia është edhe ajo që quhet deponia. Ka pasur në këtë takim edhe parrulla që thonin që Malësia po helmohet, e në këto parrulla tregohet shqetësimi i bashkëshatarëve për atë që po ndodh në Malësi të Madhe me ashtu quajtur në deponi inceneratorin për djegjen e mbeturinave që është bërë një qendër helmimi në Omer Bozhaj. Ky problem u bë dhe një nga problemet kryesore që u trajtua në këtë. Të nderuara zonja dhe zotëri, të nderuar prindër fetar, të nderuar përfaqësues të shoqatave të komunitetit, të nderuar përfaqësues mediatik, të nderuar kojas të dashur, mirëmbrëma dhe mirë se keni ardhur në darkën tradicionale të kojës. Në emrin tim personal dhe në emër të Këshillit të Shoqatës Koja, dua t'ju falenderoj për praninë tuaj në këtë numër kaq të madh, se jeni duke mbështetur fuqishëm shoqatën Koja. Se nga themelimi i kësaj shoqates e deri me tani janë plot 9 vite që se bashku bashkëpunojmë dhe bashkëveprojmë në mënyrë më të mirë, të mundshme, për vendlindje tonë dhe mezhere. Kjo darkë sonte, si thash, me dim se ka për qëllim ribashkimin e kojasve, e po ashtu edhe bashkimin e donacioneve për këtë vit. Fal jush dhe pranisë suaj, po e fillojmë këtë darkë ashtu si që ka hije me hymnin kombëtar atë amerikan dhe shqiptar. Ju lutem të ngrihemi në këmbë. The
Sonte në mesin tonë kemi kojas nga viset e ndryshme të Amerikës, të cilën i përshëndes dhe i falenderoj për pjesëmarrjen dhe mbështetjen që bëjnë shoqatës koja. Po ashtu edhe shumë të tjerë, se me mendje dhe me zemër janë në sonte, por për shkaqe të ndryshme nuk janë të pranishëm fizikisht, por janë të pranishëm me kontributin e tyre. Mergjësisht, për gjithë këtë aktivitet do të flasë kryetari i shoqatës, zotni Nuo Gorvokaj, të cilën e ftoj në skenë. Mirëmbrëma vllazën e motra, përfaqësues të shoqatave, miqë dashamir, bija, nipa, e mbesa të dashur të kojës. Kam derë dhe kënaqësi të jam sonte këtu me ju dhe t'ju përshëndes në emër të shoqatës koja. Mirë se keni ardhur të gjithë, prania juaj sonte e bën këtë bashkim edhe me të bukur, edhe me të gëzuar. Me respekt të veçantë për shoqatat e komunitetit që janë sonte prezente me ne, shoqatën Kosova, shoqatën Malësia e Male, shoqatën Jehona e Malësis, shoqatën Kelmendi, Fondin Humanitar Rapsha, i përshëndes nga zemra. Me respekt të veçantë, përshëndes Robert Lulgjuraj, kandidat për kongres në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, faleminderit për pranin dhe nderin që na bën sonte. Një përshëndetje për zemër për kojasit tanë që kanë ardhur nga Kanadaja, po ashtu përshëndetje edhe për kojasit tanë të New Yorkut, të cilët gjithmonë janë mbështetje e palekundshme e shoqatës koja gjithmonë në vite. Shoqata koja, prej muajit mars të këtij viti, drejtohet nga këta antarë të kryesisë: Mark Luca Gjokaj, Tom Noshi Kolçaj, Pal Nuculaj, Sokol Gjergji Lucaj, Tom Gjeloshi Kërcaj, Nikol Noshi Ivanaj, arkatar, Mario Pali Gjeloshaj, arkatar, Martin Gjergji Marashaj, sekretar, Marian Deda Ulaj, nënkretar. Si dhe nga unë, Nuo Lulashi Gorvokaj, që kam derin e madh të shërbej si kryetari i shoqatës koja dhe ju falenderoj sinqerisht për besimin e dhënë. Me këtë rast, shprehim mirënjohjen tonë për ish kryetarin Marash Nuculaj, si dhe për të gjithë ata që ndër vite e kanë ndihmuar këtë shoqat me dashni dhe sakrificë. Fal jush, sot vazhdojmë të kemi një shoqat të fortë dhe të bashkuar. Nuk mund të kaloj pa përmendur Martin Kolçaj, Vasel Nuculaj, Viktor Nuculaj dhe Ivan Ivanaj, për bashkëpunimin, korrektësinë dhe sinqeritetin në ndarjen e bursave për studentët, si dhe në ndarjen e ndihmave për familjet në nevojë të kojës. Gjatë këtij viti, janë realizuar këto punë dhe ndihma: $2.000 për 2 raste vdekjeje për familje në nevojë, nga $1.000 për familje, $5.000 për voglushin Daniel Viktori Nuculaj për nevoja mjekimi në Turqi, $1.000 për turneun e futbollit këtu në Michigan, ku mori pjesë edhe ekipi i kojës, $318 për një kompjuter për nevojat e arkatarve, $8.200 për banjot publike në Kojë, të punuara nga mjeshtri Pranjel Gorvokaj, të cilat tani janë në fazën e përfundimit, $930 për shtizën e flamurit në Kojë, iniciativë e Kol Ivanaj, e mbështetur unanimisht nga shoqata koja. $8.500 ndihma për familje në nevojë, të sëmur dhe fëmijë jetim të kojës. $2.800 bursa për studentët tanë nga koja në vendlindje. Studentët përfitues janë Driton Ivanaj, Antoneta Kolçaj, Aleksandr Nuculaj, Jelena Gjokaj, Diana Lucaj, Lindon Ivanaj, Maria Nuculaj, secili nga $400.
Janë ndarë gjithashtu $5.000 për mobilimin e shkollës së Kojës, duke përfshirë 2 kondicioner, banka, tavolina, karrika, si dhe pajisje për kuzhinë. Duhet theksuar dhe vlerësuar se punimet e mëdha për shkollën e Kojës me vlerë prej €47.000 janë siguruar nga komuna e Tuzit në iniciativë të Ivan Ivanaj. Me këtë rast, i shprehim mirënjohje komunës së Tuzit për këtë ndihmë të madhe, si dhe për shumë punë të tjera që po realizohen në çdo cep të Malësisë. Gjithashtu, $2.000 janë ndarë për 2 persona në gjendje të vështirë ekonomike këtu në Michigan. Po ashtu, $2.000 do të shpërndahen për 2 studentë të Kojës përmes raffle prizes, ndërsa nga $300 do të shpërndahen për të gjithë studentët e Kojës që janë prezent sonte këtu. Programi sonte do të jetë argëtues me raffle prizes të shumta dhe të vlefshme, si dhe me fjalime dhe përshëndetje nga kryetarët e shoqatave të pranishme. Ju lutemi të qëndroni deri në fund, ku do të lexohen edhe donacionet dhe emrat e secilit kontribues. Kemi disa bluza me logon e Kojës dhe kapele, si për fëmijë ashtu edhe për të rritur. Të gjitha këto janë falas. Çdo dollar dhe çdo përkrahje juaja ka vlerë të madhe për ne. Nga zemra falenderojmë të gjitha ata që na kanë dhënë donacione dhe kanë paguar antarësimin vjetor. Një vlerësim i posaçëm shkon për Prel Dokën Ivanaj, i cili prej vitesh i dhuron shoqatës Koja raffle prizes me vlerë shumë të çmuar. Me kënaqësi përshëndesim muzikantët Aleksandr Gjelaj me grupin e tij, të cilët do na argëtojnë sonte. Një falenderim i sinqert shkon për Simon Toma Gorvokaj, i cili është kujdesur për pagesën e muzikës. Faleminderit po ashtu Mario Palin Gjeloshaj, i cili ka paguar gift cards me vlerë prej $800. Zoti u shpërbleft të gjithëve. Të dashur vllazë e motra, shoqata Koja është e fortë, sepse qëndron mbi bashkimin, besimin dhe sakrificën e secilit prej jush. Çdo kontribut i vogël apo i madh është gur themeli për të ardhmen e fëmijëve tanë, për ndihmën ndaj atyre në nevojë dhe për zhvillimin e vendlindjes sonë. Le ta ruajmë këtë frymë bashkimi, ta forcojmë edhe më shumë lidhjen mes nesh dhe ta vazhdojmë këtë rrugë me ndershmëri, transparencë dhe zemër të hapur. Në emër të shoqatës Koja dhe në emrin tim personal, ju falenderoj nga zemra për praninë, mbështetjen dhe dashnin tuaj. Ju uroj një mbrëmje të bukur, argëtuese dhe me fat në raffle prizes. Zoti ju bekoft juve dhe familjet tuaja dhe Zoti e bekoft Kojën dhe Malësinë tonë. Faleminderit. Të nderuar vllazën e motra, i nderuar kryetar Noa Gorvokaj, të nderuar përfaqësues të medjave, të nderuar të gjithë të pranishëm zonja dhe zotëri. Jam i nderuar dhe shumë i privilegjuar të gjendem sonte këtu në mesin tuaj, në darkën tuaj tradicionale, në këtë sofër kaq bujare, në këtë sofër që të këtill din të ashtroj vetëm shqiptari. Në emrin tim personal, në emrin të shoqatës Arllëtare Malësia e Madhe dhe të gjithë anëtarëve të saj, u përgëzoj për këtë dubim, për këtë iniciativë që bani vite me radhë për të ndihmuar Kojën, për të ndihmuar Malësinë dhe për të ndihmuar të gjithë ata pra që kanë nevojë në mënyra të ndryshme. Shoqata Malësia e Madhe gjithherë do të jetë përkras e shoqatës suaj, por edhe të gjitha shoqatave të tjera në komunitet. Kuptohet për të mirën e vendit, për të mirën e kombit. Kur jem të bashkuar, mendoj se ajo është edhe kënaqësia më e madhe, por përveç asaj është
se të bashkuar do shkojmë edhe më larg dhe do ja arrisim qëllimeve tona të përbashkëta që i kemi, ku pothuajse të gjitha shoqatat i kanë të njëjtat qëllime pra për ndihmë të vendlindjes të komunitetit dhe kudo aty që vendlindja thret dhe ka nevojë. Unë nuk do me zgjat këtu tepër shumë, me qenë se foli kryetari për të gjitha ato, por vetëm sa t'ju përshëndes dhe një herit të shprehi gatishmëri, si që shoqata, malësia e madhe, që të herë të jetë e gatshme dhe për bashkëpunim të mateshëm dhe ju falenderojmë përzemërsisht për ftesën që na bën që të jemi sonte prezent këtu së bashku. Gjithherë do të takoshim në sofra të këtilla, në darka të këtilla, këtu në vendlindje dhe kudo që të jetë kombi shqiptar. Ju falenderit, uroj suksese dhe gjithë të mirat të në të ardhme. Falenderit. Të nderuar zonja dhe zotëri, nderuar kryetar Ndua Gërvorkaj, të dashur bashkëdhetar. Kam nderin dhe privilegjin në emrin tim personal dhe të shoqatës Adhetare Kosova, ju përgëzoj për këtë natë, e përgëzoj shoqatën Koja. Thot një fjalë urtë popullore, kur të mbushet zemra, të shtjerrët goja. Pra, sonte për malësinë, kam shumë shka me folë. Kam me folë për bujarin që ja kanë dhënë Kosovës. Kam me folë për ju trima, që i kini trukit dorë e Senatët dhe Kongresët për pavarësinë e Kosovës. Do të flasë për ju, që ju kini bashkangjit vendlinjës thret, kur nuk kini kërcyer asë një monedë. Do të flasë për ju trima, që ju kini bashkangjit Atletikut të mani pjesë në UÇK në bekume. Pra, limpytja, a ju ka harruar Kosova? Do shta ban vaki që ju ka harruar në politikan, por nga kjo qendër ju Allah një premtim. Nuk ju këna harruar as nëna tona, as motra tona që na kanë dënu. Nuk ju kanë harruar as bijat tona që e kanë derë gjakun për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës. Atëherë drejtona të ju malësi. Ju jeni liria e Kosovës dhe ju jeni vetë Kosova. Edhe i herë, unë personalisht dhe shoqata Kosova e shumë minjose gjithçka që keni bërë për Kosovën dhe veni në vazhdimsi për Kosovën dhe popullin shqiptar. Ju dëshiroj të kaloni bukur dhe gëzuar. Mimrama e mirë su kem gjetë koja e malësisë. Të nderuar antar e shoqatës Koja, të nderuar bashkëdhetar, miq të pranishëm. Në emër të shoqatës Jehona e malësisë dhe si kryetar i sa zgjellur, ju falenderoj nga zemra për këtë mbrëmje të jashtëzakonshme dhe për kontributin tuaj fisnik. Ju përgëzoj për organizimin e kësaj nate dhe mbështetje të fondeve të ju uroj sukseset e vazhdueshme në punën tuaj. Ne si shoqat do të jemi gjithmonë të hapur për bashkëpunim. Vetëm me unitet dhe punë të përbashk mund të bëjmë punë mira dhe të gjithë. Ju falenderoj për mikpritjen dhe bujarin që po tregoni. Ju uroj shëndet dhe sukses në familjet tuaja. Po ashtu shfrytëzoj rastin që në emër të shoqatës të ju uroj nga zemra festat e fundvitit, Krishtlindjen, dhe vitin e ri, me dëshirë që në shpirtin e çdo njarit prej jush të jehoj fort bamirësia, respekti dhe tradita shqiptare. Falenderit. Rnoshi sa maljet e malësisë, u dua shumë. Falenderit. Mirëmbrëma vllazër. Mirëmbrëma Koja Kuqi. Jam kënaqur me folë me ju sonde, faleminderit. I want to thank the Kretari to Luke Goya. Thank you for allowing me to speak.
I want to thank Kolji Vanai for he actually donated today to our campaign. And a lot of other people from Koya Kuchi, Jilesh Dutsai, Marash Lutulai. And so we appreciate everyone from Koya helping us because Ka'ar Kohatash, we're going to get the first Albanian American in the halls of Congress, and this is the campaign to do it. And I want to thank Shoshata Malsia Mullen and Shoshata Johanna Malsis. They've helped us. Without them, we wouldn't be sitting here. We're sitting here. We're the leading candidate. This is an Albanian seat. We have our businesses here, we live here, we pray here, and we're going to deliver a win. So number one, we need you all to vote for us next year in August. Vote Albanian, vote for Robert Lujarai. Follow us on social media. And the most important thing, right, is money. Please donate to us. We're going to have a final fundraiser of the year. We're very close to getting to our final goal. December 29th, Christmas party. Come to Marcus Grill, December 29th, 6:30 p.m. And come celebrate with us. And so, Bonfmir, Mishnek, Happy New Year, Merry Christmas, God bless you, and let's win. Kjo mirënjohje I akordohet zotni Marash Nucullaj për punën e bukur që ka bërë me vite dhe ka mbaj shoqatën Koja gjallë të fortë dhe falë këtij e shokëve të tij jemi këtu sonte të gjithë. Urno zotrik. Me mbrëma zgjidhjet, nderori kryetar Nua Gorvokaj me kryesinë e re të shoqatës Koja, të gjithë të pranishmit, të dashur Kojash, të dashur bashkëvendas, të gjithë komunitetit sonte, nuk e kom prit që do të dalë të flas këtu para jush sonte, por ju falenderoj nga zemra për pjesëmarrjen tuaj në këtë darkë. Por merit të madhe kanë kryesia e re, e cila filloi në fillim të këtij vitit. Pra, kryetari I ri Nua Gorvokaj me kryesinë e re me vërtet meritojnë çdo lavdat për punën e tyre që e kanë filluar dhe e vazhdojnë e tregon suksesi sonte. Tregon se bashkut Kojasit, tregon se bashkut me Komunitetin Shqiptar të Michiganit dhe bashkëvendasit tanë Kojas ku do gjenden qoftë në Kanada apo qoftë në New York. Unë jam shumë I gëzuar sonte. Janë shumë arsye. Por një prej tyne, kjo mirënjohje që unë nuk e kam prit sonte, e marrë në emën të familjes seme, në emën të vllaznisë Nucullaj, në emën të përfaqësuese të Kojasve të shoqatës para kryesisë që janë shtash dhe në emën gjithë Kojasve. Por unë kam marrë shumë mirënjohje e dekorime e një prej tyne të është edhe nga shteti shqiptar. Por kjo është ma e përzemta për mua, se vjen nga Kojasit e mi, shumë të dashtur, që I dua shumë dhe me siguri, meritën e kanë që jem këtu sonte, jo Kojasi që jem këtu, as Kojasi që janë gjallë, por ata që I keme në vorre, para kishe së Kojës, ata ne e kanë ruajt këtë flamur kuqezi. Ata na kanë krenua që sot jemi me popullin shqiptar aty ku e kemi dhe vendin tonë. Se fatkeqësisht, ku I shit tanë në kuq, sot janë slavizua, janë malazes, janë sërb, as ata së din çka janë. Por gjithashtu, në shumë vende tjera, në Maltezi, shqiptarët janë zhduk. E Kojasit, ata që njohin vendin, e kanë pas shumë shtirë të përjetojnë, dhe të rriten e të rrisin fëmijën e tyre me faculetën e kuqe, me gjuhën shqype e me flamurin kuqezi. Ne e dim se në Podgorit çka ka ndodhur. Banuam kanë kënë me shqiptar, por sot nuk flitet shqip.
edhe një herë i Zoti kryetar me kryesinë e re. Shëndet e të mira, vazhdoni punën që po punoni. Nuk ka ma pyetje a do t'jetë shoqata koja, por pyetja është sa e fort do të bëhet. E së bashkut me siguri, me punën që e kanë filluar kryetari Nua Gorvokaj me kryesinë e re, meriton çdo lavdat dhe një dur trokitje, i lutem. Gëzuar festa që po vinë, Krishtlindjet e viti i ri, shëndet e begati. Gëzuar kjo natë e male, dhe gjithmonë së bashkut. Rënof shoqata koja, rënoshin gjithat shoqata shqiptare ku do gjinde në përbot. Rënoshin trojet shqiptare dhe menim të Zotit fitoria e Albin Kurtit. Me 28 dhjetor, ajo do t'jetë i fitore për Kosovën edhe për kombin shqiptar. Rënoshin Shtetet e Bashkuara të Amerikës, rënoft kombin shqiptar, rënoft bashkimi kombëtar. Faleminderit. Tani, me lejoni të them edhe një fjalë nga zemra, pa e lënduar këtë mbrëmje festive. Ne malsorët kemi malsin tonë, tokë, identitet dhe amanet. Sot malsia po përbadhet me një shqetësim serios. Ka përpjekje që ta kthejnë malsin në një barë në diçka që nuk i takon. Pa hyrë në polemika sonte, dua të them vetëm kaq. Malsia nuk është vend për deponi, por vend për jetë, për fëmijët tanë dhe për të ardhmen. Me urtësi, dignitet dhe unitet, si komunitet i bashkuar, ne do dim të mbrojmë malsin tonë, ashtu si që kanë mbrojtur gjithmonë malsorët. Për me shumë rreth kësaj çështjeje, i jap fjalën Koli Vanaj, i cili është këshilltar koordinues për këtë temë dhe sapo ka ardhur nga Malësia. Mirë mrama dhe mirë se keni ardhur. Nuk di se pse, por gjithmonë mua me lanë diku një qosh edhe ma detyrojnë temën më të vështirë që ekziston. Pra si që shihni ju vetë, në të dy anë të binës, Malësia po helmohet. Kjo nuk është një gjë e re. Do me thënë, deponia ka ekzistuar dhe para 50-60 vitësh, po vërtet tani ka arrit në kulmin e helmimit që po i bëhet Malësisë. Pra deri tani vonë janë kënë vetëm 3 komuna që kanë hidhur veturinat aty në veturinë ku ekziston sot. Do me thënë është kënë komuna e Podgoricës, komuna e Zec dhe komuna e Tuzit. Kurse tani janë të gjitha pothuajse të gjitha komunat në mal të zi që janë duke hidhur veturinat në veturinën që në deponinë që gjitet para shumë afër Vardozhës. Pra ky nuk është një problem vetëm i Vardozhës, është një problem i krejt Malësisë, se tash do të rija pash një takim me i shok, kur dalë me mëngjes, në Tuz, në balkon me pi kafe, ka shumë herë që i smuni me pi kafe pej ernave që vijin. Do me thënë, është një gjë që janë të ba komplet kundër ligjore. Deponia është ndërtuar para disa kosh me standarde evropiane, sloven të kanë punua, po ata nuk u mirëmahen këtyne rregulla po thuja hiç. Dua të marr vetëm një shembull.
një filter që kushton që duhet mu për çdo ditë është kostoja e 1.000 euro. Ata e vend ndoshta ka herë në muaj. Ata kanë edhe komisionin që vjen e kontrollon erën dhe gasnat që dalin nga kjo deponi. Raporti i tyre që i dorëzohet Bashkimit Evropian ka treguar se pothuaj era ose ajri pranë kësaj deponie është gati e barabartë me ata që gjiten në Korint. Para menonje se çfarë korruptimit është atë. E kem formua këshillin që merret me këtë punë. Djelmoqat e ri pothuaj se shumica të mërbozhet janë tash 3 muaj e më shumë tu o bën demonstrata për çdo ditë. Pra si të në ftoftë, si në shi, nuk dorëzohen. Kem lyp takim me komunën e Tuzit, na kanë pranuar në takimin. Kem shkua me përfaqësuesin tonë ligjor, Kol Camaj, do me thënë na kanë prit me një pritje shumë mirë, derisa kryetari i komunës Lito Gjelaj tha kjo se është nevoja, unë do t'jam ai i pari që do t'vi me ushtre para bagerit atëna të mëzon mua. Do me thënë, s'du me akuzua kur kanë, se ndëgjohen fjalë, jo ata, jo këta, nuk dihet, nuk është e ditur, se çfarë veprime janë bërë, çfarë marrëveshje janë bërë, por tash, pas që e kemi advokatin tonë, Kolën Camaj, dhe duhet të angazhohen edhe advokatët tjerë, me siguri kanë me këtë të huaj për shteteve tjera të Bashkimit Evropian, të cilët do të merren me këtë punë. Ambasada Amerikane është e njoftuar, Bashkimi Evropian është i njoftuar, do me thënë është një proces që duhet të kalojë një herë në përmes organeve të Malit të Zi dhe andej të eci matej. Do me thëmë, kemi pas disa herë provokime dhe provokime të hatashme, me kujtohet i natë, do me thëmë, erth demonstrantët të kënë aty para deponijet, ka ardhur një kamion me një shpejtësi thuaj 100 km në sat, edhe deshti t'i fshi të gjithë njerëzit që ishin aty në asfalt, po risku i tyne e ikën. Masaluj është keni nënën pej policijet dhe policia ka darë dhe ka tërku falje. Çdo herë që kem shkua aty, do me thënë kem kaluar në atë zonën që është, duhet me kenë zona e gjelbër e bame por si park. Gjithmonë ne ka thirrë policin, jo vetëm se ne ka thirrë policin, po delshin atje në majet e deponisë edhe bashkoshin ka 7-8 vetë e vikaqin Serbia. Do me thënë vetëm me na provokua që na të bajmë dëshka, por falënderoj Zotit, jem kanë shumë të rregull. Do me thënë, gjaja me madhe është që këta janë të me përdor edhe zonën e gjelbërt, ku duhet me kanë një formë parku, do me thënë e kanë hapë murin, dhe aty janë bërë gropime të hatashme, mulinët janë të marrën, është i marrën e mulin, është i shitun kur është punua Porto Montenegro, ku shëti se me vlerë sa milionësh, edhe në ato gropa janë të bushuna me beturina. Tash sikur se u ka hi frika i fije, edhe janë qua duke punuar ditë e natë, vetëm
me maskua, jo me pastrua, vetëm me maskua, do me thonë aty gropat janë kënë deri në 14 metra qiru. Nuk ka, do me thonë, nuk janë ato kadat që u thonë të pregadituna për me hill veturina, po këta i kanë hill veturina, do me thonë, aty është rreziku i helmimis toks, rreziku i helmimis ujit që ne e pim edhe celit që nuk është për lërë. Ata ditë për ditë mundohen me bëjnë gjëna, do me thonë, shumë të fshehta. Këshilli ka ble një dron, do me thonë, i bëjmë incizimet ditë për ditë se çka ndodhet, se është e pa mujtën, se është pa si formë malit aty të është nuk mushme as me pa gjëna, do me thonë, e lëshojmë dronin dhe bëjmë incizimet se çka e ndodhet në momenta. Paramenoni e vetëm një gjëma, jo sigurisht ata që janë le atje e dinë tanë, po është kënë zhelezare e Nikshicit, aty janë kënë do mbeturina që mesin për shkrimjes hekurit. Ato mbeturina janë që askuzot aty me hy, pa me kënë komplet i veshun me maska bejkanve dhe në të lurë. Këto mbeturina i kanë zilë për krye natën me deponin tonë. Do me thënë kanë punuar gjithë natën me kamionat të mlej, me i pru këto deponina, këto mbeturina e me i hilë deponi ku banorët e Malësisë jetojnë. Kërkoj për gjithë juve mbështetje, të behemi së bashkut, do vazhdojmë në mënyrë ligjore, si që thashë edhe më parë, përmes komunës, e organeve tjera shtendore të Malëzi, atërë ma të do shkojmë dhe ku do lypet Bashkimi Evropian në botë, e Shtetet Bashkore të Amerikës. Ju faleminderit, kaloshin në natë tjera. Good evening, everyone. Thank you for coming. Hope you're enjoying yourselves tonight. The first raffle we have is the 2-car garage epoxy, donated by friend Doka Ivan. 472109. 472109. 472-109. Yes, we got a 472052. 472052. Good job, my friend. Good job. What's your name? Mark. Mark. Congratulations, Mark. Good job. Mark Utah, everybody. 472036. $50 gift card, Starbucks. 472036. Oh, grandpa gonna drink it. Anyways, grandpa. Congratulations. Kontributet e Antërsisë për këtë vit janë kënë $14,200. Këto janë vetëm kuotat e antërsimit, do me thonë membership fees që i kem pagua për këtë vjet. Kurse këto donacionet për darkë që janë kënë sonte, kam e i lexua ma avonë Noni Gorvokaj. Ata antartë që kanë kontribua për këtë vit janë Nua Lulja Gorvokaj, $300. Vaselin Nikola Gorvokaj, $100. Fran Zefi Gorvokaj, $100. Viktor Lulja Gorvokaj, $100. Anton Toma Gorvokaj, $100. Wilson Toma Gorvokaj, $100. Simon Toma Gorvokaj, $100. Lesh Marku Gorvokaj, $100. Preska Vaseli Gorvokaj, $100. Mario Prenda Gorvokaj, $100. Ljuvić Gjeka Gorvokaj, Mario Pali Gjeljoshaj, $300. Marijan Pali Gjeljoshaj, $100. Steve Zefi Gjeljoshaj, $100. Mark Zefi Gjeljoshaj, $100. Marijan Gjoka Gjeljoshaj, $100. Mark Gjoka Gjeljoshaj, $100. Prend Pretashi Gjeljoshaj, $100. Nino Prelja Gjeljoshaj, $100. Albert Prelja Gjeljoshaj, $100. Fren
Fran Mirashi Gjeloshaj, $100. Vasko Marku Gjeloshaj, $100. John Ljeka Gjeloshaj, $100. Anton Roku Gjeloshaj, $100. Martin Gjirgji Marashaj, $300. Vasel Gjirgji Marashaj, $100. Agron Vaseli Marashaj, $100. Alban Martini Marashaj, $100. Arber Martini Marashaj, $100. Martin Gjoni Marashaj, $100. Marian Deda Uljaj, $300. Dot Pietri Uljaj, $100. Anton Doda Uljaj, $100. Mark Zefi Uljaj, $100. Paulin Zefi Uljaj, $100. Martin Zefi Uljaj, $100. Zef Paljoka Uljaj, $100. Pjetër Nika Uljaj, $100. Martin Nika Uljaj, $100. Mark Gjergji Uljaj, $100. Ton Pietri Uljaj, $100. Vat Martini Uljaj, $100. John Martini Uljaj, $100. Gjergj Gjeloshi Uljaj, $100. Nikol Pashku Uljaj, $100. Vasel Pietri Uljaj, $100. Liridon Vaseli Uljaj, $100. Nikolas Vaseli Uljaj, $100. Tom Noshi Kolčaj, $300. Nikol Prenka Kolčaj, $100. Dod Nikola Kolčaj, $100. Anton Nikola Kolčaj, $100. Štefan Nikola Kolčaj, $100. Fran Nikola Kolčaj, $100. Deni Nikola Kolčaj, $100. Gjok Prenka Kolčaj, $100. Simon Gjoku Kolčaj, $100. Darko Nika Kolčaj, $100. Lindon Noshi Kolčaj, $100. Mark Ljuca Gjokaj, $300. Gjovalin Pietri Gjokaj, $100. Ljek Pietri Gjokaj, $100. Mark Gjeti Gjokaj, $100. Vasel Marku Gjokaj, $100. Dod Marku Gjokaj, $100. Obren Marku Gjokaj, $100. Palj Keka Nuculaj, $300. Tom Ljuljaši Nuculaj, $100. Martin Ljeka Nuculaj, $100. Vasel Pašku Nuculaj, $100. Mark Kolja Nuculaj, $100. Albert Pietri Nuculaj, $100. Nikol Ljeka Nuculaj, $100. Vasel Pietri Nuculaj, $100. Maraš Kolja Nuculaj, $100. Ted Kolja Nuculaj, $100. John Maraši Nuculaj, $100. Prentaš Zefi Nuculaj, $100. Donika Prentaš Nuculaj, $100. Dava Prentaš Nuculaj, $100. Roza Prentaš Nuculaj, $100. Gjeljoš Maraši Nuculaj, $100. Nikol Noši Ivanaj, $300. Mark Ljuca Ivanaj, $100. Nikol Marku Ivanaj, $100. Pren Kolja Ivanaj, $100. Dod Gjirgji Ivanaj, $100. Prenk Gjirgji Ivanaj, $100. Gjirgj Doda Ivanaj, $100. Vasel Maraši Ivanaj, $100. Zef Vasi Ivanaj, $100. Steve Noši Ivanaj, $100. George Noši Ivanaj, $100. Tom Kolja Ivanaj, $100. Gjoko Nika Ivanaj, $100. Robert Nika Ivanaj, $100. Fred Doka Ivanaj, $100. Pjetër Ujka Ivanaj, $100. Robert Noši Ivanaj, $100. Vasel Ljuca Ivanaj, $100. Magdalena Nikola Ivanaj, $100. Kol Gjoku Ivanaj, $100. Pjetër Marku Ivanaj, $100. Nua Sokol Ivanaj, $100. Sokol Koku Ljucaj, $300.
Kol Koku Lucaj $100. Anton Doda Lucaj $100. Dozef Maci Lucaj $100. Vasil Koku Lucaj $100. Gjergj Nikola Lucaj $100. Želj Koljaku Lucaj $100. Dodzefi Lucaj $100. John Pietri Lucaj $100. Vasil Pietri Lucaj $100. Vasil Marashi Lucaj $100. Ljuvić Paljoka Lucaj $100. Vasil Mirashi Lucaj $100. Tom Gjeloshi Kërcaj $300. Rok Kolja Kërcaj $100. Marijan Roku Kërcaj $100. Mark Roku Kërcaj $100. Viktor Prela Kërcaj $100. E falenderoj Mario Gjeloshaj dhe i falenderoj të gjithë ata që kanë paguar antarësimin të gjithë kojasit faqin pas nevar, falners. Tani unë do lexoj donacionet të cilat janë bërë në vitin 2025. Anton Doda Lucaj, $100. Leon Gjergji Lucaj, $2000. VG Concrete, Wilson Toma Gorvokaj, $1000. Zef Gjonaj, $500. Tom Gjonaj, $300. Marian Bali Gjeloshaj, $300. Mare Nikja Gorvokaj, $200. Vaselin Nikola Gorvokaj, $300. Martin Gjergji Marashaj, $500. Boro Prela Kërcaj, $200. Marian Deda Ulaj, $500. Nikol Noshi Ivanaj, $400. Shoqata Kelmendi, $300. Vasel Luca Ivanaj, $200. Tom Noshi Kolçaj, $500. Gjergj Kola Lajçaj, $100. Zhelku Lucaj, $100. Nosh Zefi Ivanaj, $300. Gjergj Noshi Ivanaj, $200. Sokol Koku Lucaj, $100. Mark Luca Gjokaj, $300. Darko Nika Kolçaj, $300. Rok Kola Kërcaj, $100. Prel Kola Ivanaj, $200. Obren Marku Gjokaj, $100. Dodzefi Lucaj, $100. Vasel Marashi Ivanaj, $100. Robert Nika Ivanaj, $500. Anton Kola Ivanaj, $500. Albert Kola Ivanaj, $500. Mark Zefi Ulaj, $500. Pashka Shkreli, $100. Mark Luca Ivanaj, $100. Nikol Marku Ivanaj, $100. Pjetër Nika Ulaj, $500. Anton Toni I Pjetër Ulaj, $500. Mark Gjergji Ulaj, $500. Kol Gjoku Ivanaj, $1000. Martin Nika Ulaj, $400. Magdalena Nikol Ivanaj, $200. Më falni, Magdalena Nikola me emën të Gjinis Ivanaj, $200. Gjoko Nika Ivanaj, $300. Anton Deda Gojçaj, $200. Gjon Pietri Lucaj, $200. Tom Luca Gjon Lekaj, $1000. Palok Legjon Berishaj, $1000. Me këtë rast, dua t'i falenderoj se këta janë nipat e kohës edhe për çdo vit këta kontribojnë e napin shumë të holla, I falenderojmë për splotit. Simon Shtjefën Ivezaj, $200. Edvard Gjergj Gojçaj, $500. Linda Ivana, $100. Djelush Gjokja Nikprela, $100. Gjelin Gjokja Kala, $100. Drane Nolja Ujka, $100. Tereze Nolja Nikprela, $100. Mrik Gjekja Nuculaj, $100. Vasel Pashku Nuculaj, $300. Anton Toma Gorvokaj, $1000. Nikol Marashi Nuculaj, $100. Gjergj Nikola Nuculaj, $100. Lesh Marku Gorvokaj, $200. Preskat Vaseli Gorvokaj, $500. Mateo Steve Zeloshaj, $200. Violeta Gjokaj, $100. Nikolin Pecaj, $100. Nikol Leka Nuculaj, $100. Vasel Gjergji Marashaj, $300. Zef Paloka Ulaj, $500.
Luvic Paloka Lucaj $500, Vasel Mirashi Lucaj $100, Vasel Pietri Ulaj $500, Marash Edet Kola Nuculaj $2.000, Zef Vaseli Ivanaj $200, Shoqata Adhetare Kosova $500, Viktor Prela Kërcaj $200, Dot Pietri Ulaj $200, Dot Nikola Kolçaj $500, Dani Nikola Kolçaj $200, Albin Prentashi Ivezaj $300, Anton Kola Gojçaj $50, Mark Gjoka Dedvukaj $50, Josef Gjoka Dedvukaj $50, Robert Marashi Gjonaj $150, Nikol Noshi Kërcaj $100, Luvic Gjeka Gorvokaj $100 kanadez, Prel Doka Ivanaj $200, po ashtu ka dhanë Tukar Garage i Paksi Flor. John Nika Lucaj $200, Doktor Anton Lajçaj $300, Ded Dudi Junçaj $500, Falner Snipashe, Lindon Lajçaj $500, Zef Martini Berishaj $1.000, Beti Camaj $1.000, Shoqata Malsia Malle $1.200, Simon Gjoni Sinishtaj $200, Tom Frani Ivanaj $1.000 kanadez, Kola Gashaj $200, Kol Nou Dedivanaj $200, Mark Nikol Pietrushi Lëgjuraj $1.000, Nua Lulashi Gorvokaj $2.400, Lindon Noshi Kolçaj $300 gift card, Simon Toma Gorvokaj ka paguar muzikën, Mario Pali Zeloshaj $800 gift card, Luvic Lucaj $1.000 gift card from Garden White, Edvin Hoti $100, Zelosh Marashi Nuculaj $200, Prag Zerzi Ivanaj $500, Shtjefen Nikola Kolçaj $100, Mateo Prela Gorvokaj $200. Faleminderit të gjithëve, Zoti i vaqtoft, Rnoshi sa malet e malësisë. Faleminderit. Të dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, takojmë në këtë event një malësor patriot, po bashkëdhetar, por dhe bamirës, Peti Camaj, i cili është një biznesmen, por nuk e harron kur vendlindjen, natyrisht edhe pjesëmarrjen në aktivitetet shoqatave të ndryshme. Peti, si e vlerësoni shoqatat malësore të cilat vazhdojnë këtë traditë, të cilën mbështesin familjet e tyre në vendlindje? Përshëndetje së parit për juve, Zoti Rafael, dhe për televizionin e Shqiptarët të Amerikës. Përshëndes gjithë ata që na shiqojnë. Dëshiroj nga zemra ti përshëndes shoqatën Koja, një shoqat, një grup shumë i shëndosh, shumë i mirë, aktivistat pa ndalluar për 50 vite ndoshta në Amerikë apo më shumë. Këtu kam dëshirë përshëndes shumë nga shoqata Koja, por ndër aktivistët më të mëdhenj që i ka Koja dhe Malësia, Zotni Marash Nuculaj, i cili gjithmonë gjendet jo vetëm në shoqatën Koja, por në gjitha shoqatat, në gjitha nevojat dhe në çdo gjë që ka nevojë diaspora dhe Malësia. Unë nihem shumë i lumtur, shumë i gëzoj, falenderoj nga zemra që gjendem sonte këtu në këtë darkë, në darkë që bajnë edhe fonde për çdo nim që ka nevojë, flas për Kojën, se kjo ma fort edhe për Kojën. Duhet i përshëndes gjithë nga zemra. Me të vërtet jam shumë i gëzuar, pra po them për këtë soi organizimit që kanë bërë sonte dhe që bajnë me vite. Besoj që kjo është viti 8 që organizojnë këtu. Edhe e shoh që çdo vit kanë më sukses se çdo vit tjetër. Unë dëshiroj nga zemra që të kenë suksese këtë vit dhe çdo vit në të ardhmen. U dëshiroj çdo të mirë dhe të vazhdojmë, se kështu së bashkut, jo vetëm kjo shoqat, po gjitha shoqatat e komunitetit që jemi këtu, të jemi sa më të lidhur, të jemi sa më të bashkuar, të bashkëpunojmë gjithë se jemi më të fortë. Dhe kur jemi të fortë, s'ka askush ka të në bëjnë. Unë dëshoj që edhe deponin që sonte
zotni Koli Ivanaj që e shprehi se ka nevojë për suportim, unë jam edhe pjesëtar i shoqatës Jehona e Malësisë, e besoj që jo besoj, por ne jemi 100% që ta përkrahim deponinë në Malësi, që kanë nevojë ta nalim atë mizori që mund ta them në asoj mënyrë se nuk është e drejtë të bëhet ç'a bëhet. Nuk do ta lejojmë. Do jemi me kojën, do jemi me organizatën të cilët janë caktuar atje në Nomër Bozhaj për ta mbrojt atë katastrofë që bëhet sot për sot, dhe shpresoj që shumë shpejt do ta ndalim atë fuqi dhe atë poshtërsi që e mbajnë ndaj popullit, se si sheceku dhe zotri Koli Ivanaj aty po të bëhet, dhe po të zhvillohet, dhe po të punohet në mënyrë ashtu siç janë ligjet, dhe sipas ligjeve nuk do të ishte problem, por hapja që e bëjnë dhe i sillin gjitha qytetet prej krejt malit të zi aty, ajo do bëhet e dashme për tokën, do bëhet e dashme për njerëzit, do bëhet e dashme edhe për frymat e njerëzve. Juve ju falenderoj për këtë intervistë, dëshiroj shoqatës Koja suksese edhe në të ardhmen. Faleminderit. Të dashur teleshikues, kemi këtu me drejtuesin legjendar, do të thosha, të shoqatës Koja Marash Nucullaj, i cili sot të mori një vlerësim nga shoqata që ai ka krijuar për veprindarinë e tij mbi gati 10 vjeçare në krijimin e shoqatës dhe organizimin e saj. Si u ndjeve kur ju dha një çmim nga shoqata që ju keni themeluar? Po shumë emocionuam, se nuk e disha, as nuk e pritësha, këtë mirënjohje, me të vërteti kënaqësi shpirtërore, të marrësh mirënjohje nga kojasit e mi, të cilët i dua shumë, dhe i njoh shumë mirë. Kjo mirënjohje për mua është shumë gjë e madhe. Shpirtërisht, kojasit din me vlerësoj njëri tjetrin, me dash njëri tjetrin, kanë din dhe do din gjithmonë. Shqipe e shihni dhe ju vetë kjo një dark, një sofër e kojas vetë dhe një tubim shumë madhështor. Koja nuk është vendi madh me territor, por me zemër të madhe, me forca, dijet, me shpirt, nga flamuri kuqezi gjithmonë. Dhe unë falenderoj shumë kryesinë e re, nua Lula Shingurvokaj me kryesinë e re që kanë vazhdua punën që kem filluar me mendje e me zemër e me shpirt të shëndosh për të mirën e kojës, dhe të mirën e kojasve atje, por dhe të kombit shqiptar. Se shoqata Koja ka bën shumë veprime, jo vetëm në Malësi, po kudo është lyp, nevoja dhe nima, shoqata Koja ka kene pranishme, dhe sot këta, që ka më gëzon ma shumë, duhet më vlon breze e sëri drejtimin e shoqatës. Shumë njerëz kanë pyet, çdo të nollim me shoqatën Koja, çdo të jesh më kryetar, me siguri do të vazhdoj dhe më mirë. Edhe ashtu duhet me kenë se një shoqat, një qoftë që vepron shumë mirë, dhe kur ndrohet kryesia ajo nuk vazhdon mirë, do më thonë faji është e atyne që e kanë heqë ma parë, se nuk kanë lënë. Aja sistemi komunist. Do më thonë që kur jonë zuat gjitha shtete, vjen koha, kanë dekë shumë lidera, Enver Hoxha, Titoja, Stalin, një shumë tjerë, Ceaușescu dhe përfundon. Do më thonë, vazhdohet ajo puna që janë kryua në këtë shoqat, dhe vazhdon, dhe gëzohem që jonë dhe për shoqatat e komunitetit pjesëmarrës këtu, dhe fëmija Kojas, dhe familja Kojas vetë me të vërtet meritojnë respekt, dhe meritojnë me i përgëzua për këtë vepër të madhe, se me pjesëmarrja e tyre e bën këtë darkë madhështore. Unë do të pyes me një pyetje tjetër, se jeni ju edhe antare i kryesisë së Ligës Qytetare Shqiptare Amerikane, do t'ju pyes për bibliotekën e Xho Dioguardit. Kam dëgjuar që do të vendoset në Kosovë. Si qëndron e vërteta? Ajo është e vërtet, po unë besoj që ja të pyetje duhet t'i bëhen Dioguardit dhe bashkëshortes së tij Sherlit. Unë i di në këto ngjarje, por nuk besoj që nuk është mirë të vinë
Nga unë jam shumë e lumtur se çka do të nolli me atë bibliotekë, por besoj që ata duhet të flasin më shumë për këtë ngjarje. Ne do të përfitojmë nga rasti, po përfitova nga rasti që Po kisha. të shumë bukur, por dua me të vërtet të respektoj se meritojnë shumë Diogvari dhe në këto momente historike, për shembull për Kosovën, Liga vazhdimisht përkrah popullin shqiptar për të mirën e komit. Ashtu dhe vendos Liga ka dalë publikisht me përkrah Albin Kurtin, liderin më të madh dhe më të fortë që ka kombi shqiptar. Dhe besoj që me 28 dhjetor do të jetë fitoria jo e Albin Kurtit, por e Kosovës dhe shqiptarizmit, se Liga e don shumë dhe ka shpenzuar shumë kohë dhe para. Domethënë duhet vlerësua Liga shumë dhe në këto momente ka edhe kritika. Përse me përkrah një palë, por Liga ka përkrah më të mirë. Përkrah Kosovën, armërinë e Kosovës, jo të korruptuamit, jo ata që e kanë lënë fatkeqësisht qysh pavarësi deri sot vetëm tregtina, vetëm kur gjën përpara. Të dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, ku ka shqiptar, ku ka organizime shqiptare, ndodhet dhe kandidati shqiptar për një vend të mundshëm në Kongresin Amerikan, Robert Lugjuraj. Ne përfitojmë nga rasti dhe ta pyesim atë se si po shkon fushata. Si po shkon pra fushata, Robert? Me shnet, Rafael. Me shnet. Mirë bëth, kam shkon New York, kam shkon Texas, Shqiptar across the country done me vuan Shqiptar in Congress, right? Card Kohatash, and all the Albanians around America are helping us, and we need it, right? We need lek, we need party. Without lek, ska burak, you know, and so we're trying to bashkua Shqiptar around in the New York Matsord, and some Kosovars from New York, they all different shochatas, all different groups. They invited Kantiet. They can finance your... Anybody an American citizen in America can donate. So if there's Albanians watching your program anywhere across America, they can go to robertlforcongress.com, give us money so we can beat our opponents and get a Shqiptar in Congress, Rafael. Okay, and how is going the competition here? Yeah, just me versus another Republican. It's a Republican seat. Tatan Shqiptar Yatan in this area. So if we beat this Republican, we're going to get to the White House. We're going to get to Capitol Hill. And right now it's just fundraising. We're close. We're getting close to $1 million. We're short, so we need people to get online. And how is your competitor doing? Well, you know what? We're not going to know how much everyone's fundraised till the end of the year. Mm-hmm. So then everyone's going to publish Citan American, their accounting books. Everyone's going to publish their accounting books come January, and I'll have a better idea. But you know what? We're not worried about them. They need to worry about us. We're working the hardest. We're the best candidate. We speak the best. We have a lot of Americans behind us, and they should be worried about me, how much money I'm getting, how much endorsements I have. So it's not only the money who does the selection. It's the voting within the party. But you know what? In order for me to get votes, in order for me to introduce myself to the American voter, I need money to do it. We just did a commercial recently, actually, about a month ago. I saw. In Shpi, in television. Did you like it, Rafael? Yeah, I liked it. Yeah, okay, you like it? I like it. Lujurai, I'm your guy. Yeah. All right. So no, these things work for the American voters. Hitting my name, Lujurai. Who's the jobs guy? Yes. Lujurai. Who's the law enforcement guy? Lujurai. Who's the Macomb County guy? Lujurai. You have to make your last name remember. Popo, CEO. Yeah, no, and actually it worked. I went to an event and I had some American came up to me and said, "Hey, we saw your commercial. I love you. My wife loves you. And I never met them before, so it helps. But it takes money to get. It's expensive. It takes a lot of money to get on TV." Where are you broadcasting that? I saw where you are broadcasting that commercial. I saw in the channels in Roku somewhere. It was not the main streaming. channel. No, it was on all the streaming devices. Oh. I don't know all of it, but Roku's one, Firefly, right? All these different I think about 70% of Americans watch streaming now. Yeah, but are you broadcasting in local TVs like Fox 2 or? Yeah, so if you're on your streaming device, it'll pop up no matter what channel you're watching. Yeah, but it's gone now. It only ran for 2 weeks, so now we need more donations so we can do another. Yeah, you can do another commercial. Okay, thank you. Thank you very much, Rafael. Nga vini? Nga Koja Kuqit. Nga Koja Kuqit. Tu jeni në Michigan? Këtu në Michigan jam tash 50 vjet. Okej.
Si e vlerëson faktin që mblidhen koja si së bashku? Kjo është gjë e bukur, domethënë ndihmojmë në shumë raste, ndihmojmë shumë gjëna, ndihmojmë. Si në vetëlindje, si këtu. Dikush që ka nevojë, ka para të shumë që ka pa nevojë në malësi, studentat që nuk kanë mundësi me shkolluan në fakultete, domethënë u kemi ndihmuar prej këtyre. Për vjetë u ndihmojmë si këtu si atje, domethënë edhe kjo punë është shumë e bukur, na ndihmon edhe krejt malësia, shoqatat jehona, shoqata malësia. E tjera, apo më. E hosh gjithë nuk kjo në shoqata koja. Shoqata koja. Kjo tjetë gjatë. A ka punu mirë apo jo? Shoqata koja ka punu mirë, e ka me punu mirë. E gjithmonë njerëzit kur bashkohen, punojnë mirë, e bajnë punë të mira. Shoqata koja ka punua tash 9 vjet, e ka me punua edhe ma shumë për gjithë ditë. E ka filluar buildingun për nevojtoren Kojt Kuqit atje. Shpejt ka mo krye, atër prap ka mo punua sa të mundet. E ki me vije mo me vagodit 7 dëshmorve që kanë me ndeqiq. Katë kanë. E ata presëm na. Ashtë gati e jo monumenti? Monumenti nuk o gati, po kam o kryet shpejt. Sa di vetë, nuk o gati. Po kem qef sa ma shumë me punuam. E vetë kam qef se zdi. Sa po jetoj vetë kam qef që të goditet katë kam. E dashmorve, 7 dashmorve që kanë me të ndeqiq. Me digjuo pa u godit ajo katë. Pra ta se Belda nuk e di, vetë nuk mundi, kurse si kam qef me tje atë katë katë këtohet. Përshëndetje, zotni Refeli, kam derë që jam prezent këtu në shoqatën Koja. Është një shoqatë e ka hershme dhe ka një punë që ban jashtëzakonisht bukur. Megjithëse jemi grup i madh i shoqatave këtu në komunitet, kemi një qëllim të gjithë që të punojmë për vendlindjen dhe për komunitetin këtu në Detroit. Prandaj ju shpresoj se gjithëve të kenë sukses, urime, përparime gjithë shqiptarëve kudo që janë. Ju përshëndesim dhe kalofshi mirë. Të dashur teleshikues, jemi këtu në fund të këtij eventi me kryetarin e shoqatës Koja, Nuo Gërvokaj. Nuo, si po shkon aktiviteti? Falënderit për pjesëmarrjen, aktiviteti po shkon shumë bukur, kemi pjesëmarrje shumë të madhe. Janë prezente të gjitha shoqatat e komunitetit, kemi prezente edhe kongresmenin e arshëm, dash zoti Robert Lulgjuraj, po ashtu kemi Kojas që kanë ardhur nga Kanada, Enkas për këtë çast. Gjithashtu përshëndes të gjithë të pranishmit, i falenderoj për donacionet për të gjitha që kanë bërë, sepse me të vërtet na e kanë hieshua këtë natë sonte dhe na kanë përkrahur maksimalisht. Ju pash të angazhuar edhe për çështjen e deponisë në Malësi. Çfarë mbështet shoqata Koja për këtë problem? Shoqata Koja normalisht së bashkut do të mbështesë, normal se na shumica e familjeve që jetojnë në bashkinë lokale Omër Boshaj janë familje kojase edhe trieshjan. Do me thanë, nuk ka rëndësi prej ka esh, sepse Malësia shtrihet në veri nga liçeni i Rikavecit, në lindje, për fat të keq në ndar kufini me Malësin, me pjesën tjetër të Malësisë, në jug shkon deri te liçeni i Shkodrës, kurse në perëndim kufizohet me Podgoricën. Dhe pikërisht nga kjo anë na vijnë shumë rreziqe gjatë historisë, mund të them. Edhe problemi i deponisë është edhe një nga ato, sepse aty po derdhen
shumë beturina nga shumë komunat e tjera, ne kuptojmë se Malësia po dhe komuna e Tuzit duhet ta kenë t'i dertin beturinat, por jo që t'na i bien prej gjysmës së malit të zi para deres son, para Malësisë. Shpresoj se do të bashkëpunojmë me të gjitha shoqatat, me komunitetin, zbashkut me komunën e Tuzit, me njerëzit e duhur, që ky problem të rregullohet disesi, të zvoglohet. Ju faleminderit për aktivitetin, ju faleminderit për donacionet që bëni për vendlindjen tuaj edhe për punën e mirë të shoqatës kohe. Faleminderit, do dëshiroja të përshëndes të gjithë shqiptarët, kudo që janë, të gjithë ata që i festojnë Krishtlindjet, gëzuar Krishtlindjet, po ashtu të gjithëve gëzuar vitin e ri, me një mesazh që ky vit na gjej sa më të bashkuar dhe më të fortë dhe me zemër të fortë shqiptare. Ju përshëndes. Dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, me këtë veprimtari fondblerëse, me llotarinë e rastit të raffles, por dhe me përcaktimin edhe dhënien e donacioneve, përfundoi ky aktivitet i cili shprehu vlerat më të mira të kojasve, të shoqatës koja, e cila grumullon të ndihmon vendlindjen dhe bashkëdhëtarët këtu edhe në vendlindje. Gëzuar pra vitin e ri dhe gëzuar Krishtlindjet besimtarët e krishterë, të gjithë kojasve ju uroj të mira.